edhe zgjidhshin disa gjëra. Sa kohë që kanë ardhur fanatik me koncepte eskatologjike. Dhe ky lloj fanatizmi fanatizmi po fetar, hebraik është shumë i tmerrshëm, fanatizmi konservatorizmi i tyre është ekstrem. Po edhe fanatizmi musliman është po pra edhe shiizmi, edhe neve. Jo i tmerrshëm. Po edhe ne. Po krimet e tyre janë monstruoze, unë nuk do të moran fetare këto. Nuk ka rëndësi po ato krimet e tyre, domethënë, unë nuk kam pa izraelit që të marrin pengje lufte, të presin kokat në kamera. Tash jemi dakord, lufta është luftë dhe ka ligje lufte. Unë jam shumë dakord. Krimet e islamikëve janë të tmerrshme. Unë jam shumë dakord që dhe unë nuk me këtë nuk përgjigjsoj gjithë muslimanët, absolutisht. Është edhe pa logjikë ti përgjigjsojmë gjithë sepse janë 2 miliardë. Dhe flasim që kur neve hym në debat, unë jam i qytetëruar dhe ti je barbar. Patjetër që neve do fillojmë të krijojmë një lloj qasje. Kur marrim anë që themi supremacia e një religioni me një religioni tjetër, dhe pastaj e përdorim politikisht religionin për të goditur të tjerët, prap neve i bëjmë dëm shoqërisë, i bëjmë dëm vendit ku jetojmë. Plus që në kohën kur Shimon Perezi edhe ishte Yasser Arafati kishte kontakt. Në kohën që erdhi lëvizje politike të cilët mendojnë azjesimin e Izraelit. Siç pretendohet, megjithëse Hamasi si lëvizje ekstremiste, disa quajnë rezistencë, disa quajnë lëvizje terroriste, Bashkimi Evropian e konsideron lëvizje terroriste. Tani nuk po flasun se nuk po e ndaj unë këtë punë, se Turqia që është aleati i NATO-s dhe konsideron lëvizje. Një njerëz që vret njerëz të pafajshëm, që shkon në vend minë nëpër metro. Po nuk jam kundër. Lufta ka ligje. Lufta ka ligje. Po kush i vendos? Është rendi ndërkombëtar që i vendos, nuk jemi neve. Pra neve transmetojnë ato që thonë opinionet. Me i fjalë, nuk kishte terrorizëm të madh se Ahmed Shara në Siri. Sot është aleati i paqes, pra bota ndryshon. Trumpi thash burri mençur, burri ditur. Tani në këtë lloj spektri, kjo bota jonë e sotshme është botë lëviz që lëviz. Po thelbi i konfliktit të Iranit dhe Izraelit është konflikt politik, nga një frikë që e ka Izraeli që e konsiderohet për to legjitime, cilën mund ndodhi edhe me shtete tjera. Tani Turqia po merret po krijon energji bërthamore. Nesër mund krijoj armë bërthamore, sepse tani bota kështu është dinamika, atëherë do bëjmë të luftë me Turqinë. Do bëjmë luftë me një mbretëri tjetër. Pra, ne duhet të kemi urat e dialogut. Dhe ato kanë arritur me një pikë tani, një pikë shumë të tmerrshme që nuk ka kthim mbrapa, mbas goditjes së centraleve bërthamore nga Amerika. E pam, jo i kam lënë kohë për negociata, jo 2 javë, jo do flasim, jo Bashkimi Evropian nuk e ka fuqinë për të negociuar të gjitha këto. Dhe më pas natën për gjithë natën në godit Irani e ka çuar urën e komunikimit midis 2 vendeve, edhe midis atij rajoni në një eksploziv tashmë që thotë edhe sekretari i Përgjithshëm të Kombeve Bashkuara, nuk është më rrezik rajonal, është rrezik për një luftë të madhe botërore. Është rrezik real, unë mendoj që është rrezik real. Është rrezik real. Mirë po. Jam dakord me ju. Por Irani i ka bërë llogaritë se nëse ndodh një eskalim tjetër ose nëse merr hakmarrje, nuk do të hyj këto kush ka drejt. Irani e imagjinon se çfarë mund bëhet me armatimin që ka Shtetet e Bashkuara me të Amerikës që e bëjnë hi fare? Nuk është Irani vetëm. Jo, po neve tani se po diskutojmë punën se Irani i bën llogaritë apo jo. Jo, se duhet bëj dhe llogaritë. Nuk e di se edhe Saddam Hussein i thoshte që unë i bëra llogaritë dhe për 40 ditë ra pushteti. Mund bjerë edhe regjimin Iran edhe është e natyrshme se lufta i ka këto. Nuk jam i interesuar shumë për të kuptuar mënyrën se si mendojnë iranian persët që kanë një qytetërim të vjetër. Pa diskutim. Me fjalë kanë pjesë bizantine, pjesë përpara Bizantit kanë një perandori, kanë pasur perandori të madhe. Më shumë jam i interesuar se si dhe mund vje keq se si ky konflikt nga luftat prishin gjurmët e këtyre. Se si ky konflikt vjen edhe i vendos aktorët në një pozitë vështirë. I ka vendosur shqiptarët në pozitë vështirë problemi Iran-Izrael. Me mekun që kemi këtu, me opozitën iraniane. Po, kjo drejt. Tani neve me fjalisht e një vendim politik që është si shtet sovran, i përfaqësuar nga të 2 forcat politike kryesore të vendit. Por opinioni publik mendoj unë, thot kush është arsyeja legjitime që një opozitë të vijë ke vendi jon.
edhe pse duhet hymë pjesë të konflikti. Dhe ky konflikt nëse eskalon lufta neve na prek, na prek, ne jemi antar i NATO-s, po problemi qëndron që luftrat kur fillojnë në territoret të tilla, në përmasat të tilla ku superfuqitë goditen me njëra tjetrën, patjetër aleat të vegjël që janë në këtë lloj koncepti marrin ato dhe ato rrisjet e tyre. Kështu që unë në të gjithë këtë logjik jam interesuar se si ky konflikt për realitetin e shtetit shqiptar, për shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri, si ato të kenë mundësinë që të krijojnë një model në politikën e jashtme më paqëdashës, më paqëtues, më dialogues, të marrin krah, se neve perëndimi patjetër, sepse aty është edhe krahun e kemi marrë me perëndimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Shtetet e Bashkuara në këtë rast perëndimi është i ndarë, nuk është një në këtë rast. Kemi një Itali që thotë NATO nuk na duhet, kemi Gjermani e cila thotë me Francën do të bashkëpunojmë me Rusin, kemi një Amerikë që bashkëpunon me Rusin kundra Kinës, pra është rrëmuj tani. E tha dhe Macroni, kemi një rënd të ri ndërkombëtar, nuk kemi më në rendin e vjetër. Po, dhe mund ndryshojnë gjithë hartat gjeopolitika. Kështu që duhet një thellim kjo gjë. Kjo më intereson mos qytetar shqiptar, po dhe si musliman shqiptar, që ne të jemi me njerëzit. Pse benim falë se the mu si musliman shqiptar, po pse katolikëve nuk i intereson kjo? Ortodokse nuk i intereson kjo? Me që unë jam një përfaqësues i... Po unë si shqiptar, mund të thuhet fare lehtë, unë si shqiptar. Unë ta thash, unë si qytetar shqiptar, thash, dhe si praktikant i një besimi. Mirë, besimi o çështje individuale. Nuk e kisha... Se duket jam fal për... Nëse do të ndëgjues ky përjashton palën tjetër. Jo, se kisha fare aty. Jo, jam më kryevepër që kemi ne, që nuk kemi pas konflikte fetare ne. Kjo është, prandaj unë jam dhe drejtuesi i Qendrës Bashkëpunimit Ndërfetar. Pikërisht për këtë. Po them që ne si qytetar shqiptar, po dhe besimtar të besimeve të ndryshme, ne duhet gjithmonë të nxisim dhe të lobojmë ke institucionet tona, ke vendi ynë, që gjithmonë të jenë në atë që është kultura e paqes, kultura e dialogut. Ti me vende, nuk po them neutrale, po vende paqëdashse, paqëtuese, që mos hyjmë në konflikte të kota. Për shembull, në me konfliktin e Gazas. Pra Shqipëria, me i fjalë ndryshe nga rajoni, për sa i përket realitetit Iran, Izrael, është tërësisht, edhe Kosova, tërësisht në mbështetje Izraelit. Rajoni jo nuk ka këtë lloj qëndrimi. Malezia është abstenues, nuk flet fare, Maqedonia e Veriut flet në gjuhë, Serbia është neutrale. Dakord, unë jam shumë dakord që në një marrëdhënie ndërkombëtare, neve Iran ne kemi një shtet kundërshtar, nuk po them që është shtet armik, sepse nuk kemi marrëdhënie diplomatike. E kishim dhe i hoqëm. Kishim dhe i hoqëm, por është një rajon i tërë i cili tashmë është me Iranin. Nuk po them që Shqipëria do jetë me Iranin, Shqipëria është me SBA-n, E ke fjalën një rajon për Ballkanin. Në Ballkan dhe më gjerë, me i fjalë, që e drejta ndërkombëtare është kelur, që luftën e filloi Izraeli etj. Përse unë nuk jam politolog, por në këtë lloj koncepti unë mendoj që duhet ketë pak qartësi ke logjika e qasë. Sepse kur do të krijosh një opinion politik dhe publik, shteti ta krijojë, duhet shkojë në linjën e mendimit të qytetarëve të tij. Pra nuk mund të jesh shkëputur. Pra duhet të jetë linja tjetë e tillë, cilat I vjen dobi që ka kauzës shqiptare dhe qasë shtetit shqiptar, shtetit Kosovës. Kjo është mendimi. Bene, jam dakord me këtë që unë